qytetet të tjera, të cilët kanë resursa, por janë pak më largë, dhe duket sikur kanë vdekur, duket sikur janë harruar, sikur kanë ngelur vetëm ata pensionistët aty, se të rinë kanë ikur, o janë shkolluar ose kështu. Çfarë ndodh me këto qytete? O flas për, realisht janë qytete që ke qef të shkosh, por shkon aty dhe s'ke çfarë të bësh pas. Kjo ka të bëjë me modelin e zhvillimit. Nëse e bazon kryesisht tek turizmi bregdetar dhe tek ndërtimi në funksion të turizmit, padyshim do shkosh drejt ulësirës perëndimore dhe zonave që mund të shfrytëzosh më shumë diellin dhe detin. Dhe sa më brenda vendit futesh, aq më pak do ta kesh këtë fazë zhvillimi. Dhe ne kemi parë që me kalimin e dekadave, sa më shumë është forcuar njëri pol, aq më shumë është dobësuar pjesa e brendshme e vendit. Ndoshta tani ka ardhur, jo ndoshta, po ka ardhur vërtet momenti që çfarë nxirret nga të ardhura dhe çfarë një pjesë e këtyre, një fraksion i këtyre të riinvestohen për të rigjallëruar dhe turizmin e brendshëm, me që po ngelemi brenda turizmit, për ta futur si paketë plot dhe për ta bashkuar me turizmin kulturor. Ne jemi vend shumë i pasur në kulturë. Po këtu ka pasur disa projekte, jo 100 fshatra, jo rilindja urbane, do të thonë për t'i dhënë një lloj jetëzimi këtyre qyteteve, por që prap padyshim që e parën 100 fshatra të ndërpres, sepse në momentin që filloi ra tërmeti, më pas ra pandemia dhe më pas pandemisë u harrua. Çfarë ndodhi me to? Sepse si program dhe si ide ishte vërtet shumë interesante, po nuk u materializua dot kurrë për shkak të goditjes. Nisin mes 2019-s dhe e dim që ndodhin në nëntor 2019-s dhe në 2020-ën. Por nuk është çështja vetëm e ndërtimit infrastrukturës. Ky është bazë. Padyshim që është bazë, se ti ndërton një infrastrukturë dhe i mundson të gjithë tjerëve që të kenë mundësi, sidomos sektori privat, ndërtoj bizneset. Çështja është çfarë vjen më pas, dakord të ndërtojnë infrastruktura. Po pastaj, çfarë mbështetje jep tjetër shteti përveç infrastrukturës për bizneset që zhvillohen? Çfarë lloj marketingu, si orienton ofertën turistike për shkuar edhe brenda vendit? Si e orienton ofertën turistike për të bashkuar me turizmin kulturor? Ky është një vend shumë i pasur nga ana kulturore. Absolutisht. Dhe mund të ketë shumë turistë që vinë për turizmin kulturor apo për turizmin natyror eko. Dhe t'japim një shembull, me që kemi këto kohë, kemi dhe diskutimin në madh për projektin Pishporo në Arzëvërnet dhe për dëmin midisor që për shkakton. Se dua të pyes edhe pak për ato në çfarë faze është. Tani, nëse ne duam të rreqim turistë që harxojnë vërtet shumë të mëdha në Shqipëri dhe e lejmë paran këtu, ne duhet gjejmë një avantazh krahasues dhe jo konkurrues për sa i përket turizmit. Avantazh konkurrues do të thotë që ti bën atë gjë që bëjnë dhe vendet e tjera, thjesht e bën më mirë. Turqia, Malezi, Kroacia, Greqia, Italia, pra ti je në pellgun e turizmit më masiv në botë dhe më cilësor në botë. Tani ti duhet gjesh një veçanti, një avantazh krahasues, që kur vinë turistët këtu, mundësisht turistët që kanë para për të harxuar, vinë për një diçka të veçantë, ekstra. Leoni t'jap një shembull. Maldivet ishin një grup ishush të humbura. Në mes oqeanit indian nuk i njifte kurrë. Rezortet që kanë ndërtuar dhe që kur morën vendimin të vendos të drejtohen drejt ekoturizmit, dhe po të shikoni strukturat që janë ndërtuar atë, janë strukturat të cilët nuk e dëmtojnë florën dhe faunën, sepse kjo është bukuria për kitazi. Ato brenda 2 dekadash, 3 dekadash kanë arritur që të kenë vizitorë nga 180 vendet botë, po thjesht gjithë bota, nga 200 vendet botës 180 që shkojnë atje pikërisht për këtë veçanti dhe nuk bëhet fjalë për çmime të lira, bëhet fjalë për çmime të rëndësishme. Të njëjtën gjë mund bëjmë dhe ne, pra ato bukuri natyrore plus kulturore që ne kemi, të ndërtojmë struktura eko dhe ekoturizmi cilësor, elitar jetë synimi jot në një vend që, në një zonë, në një pellg që kemi plot turizëm masiv, të cilët ne është shumë vonë që ta konkurrojmë dhe me gjitha nuk kemi ekonomi shkallë do të për ta konkurruar. Gjithë vija bregdetare e Shqipërisë është rreth 400 kilometra e shfrytëzueshme. Greqia është 13.000, rreth 13.000 duke marrë dhe gjithë ishujt. Turqia në masën industriale është 8.800. Është vetëm shkalla, është e pamundur që ti t'i konkurrosh, dhe këto dyja këto vende ka mundësi ta bëjnë dhe turizmin masiv, dhe turizmin elitar, dhe turizmin me beton, dhe turizmin eko. Ti nuk e ke mundësinë të bësh këtë gjë. Po kemi ne këtë lloj qasje, këtë lloj strategji. Ishte rasti Zvërnec Nart, kjo lloj qasje për të bërë një turizëm elitar eko. Ne në fakt tek qendra Altax kemi nxjerrë një vlerësim për projektin strategjik të investimit Pishporo në Arzëvërnet, sepse nuk është thjesht Zvërnec, është Pishporo në Arzëvërnet, që në momentin që u miratua leja zhvillimore në fund të marsit të këtij vitit.
Dy problemet kryesore që në shohim aty e para është mungesa e transparencës, pra materialet mbështet në publik, sepse institucionet mund t'i kenë. Po, fizibilitetet... Edhe pasi u bë publike dhe u bë kaq, jemi në muajin e dytë protestës, prap nuk ka transparencë? Deri në pardje që ne po e shikonim, nuk janë në publik materialet mbështetëse zhvillimore. Pra, plani biznesit, studimi social-ekonomik, çfarë impakti do japi, si do hapen ato vendet e punës, çfarë impakti do japi në komunitetin përreth, çfarë impakti do japi në vendin në terma zhvillimit ekonomik, në vendin më gjerë, këto nuk janë publike. Mund të kenë institucionet që kanë dhënë lejet për katse. Që nga ka dalë edhe shifrat punësimit edhe vlera. Unë në publik nuk e kam. Nga ka dalë fondi investimit, fondi limit 4 miliardë që pra që thuhet, si pretendohet në nivel makro të shfrytëzohet apo të investohet dhe çfarë efekte shpritet t'japi. Ai është një projekt i cili vazhdon. Pra nuk ka një projektin ekonomik, sepse termi përdoret njësoj projekt. Dakor, po. Jo, po them, edhe pas protestave nuk ka një stopim të investitorëve, një tërheqje të investitorëve në raport me projektin. Çfarë ndodh? Në dijenin tonë që ne kemi ndjekur si qendër këtë projekt, nuk ka asnjë njoftim zyrtar, qoftë nga institucionet tona, qoftë nga ana e kompanive, që ne po tërhiqemi. Pra është një gjë që vazhdon. Deri në këtë moment që flasim, ato po vazhdojnë me procedurat ligjore, siç e kanë të pritet që të paraqesin projektin e ndërtimit, pra tashmë projektin për lejen e ndërtimit, çfarë do ndërtojnë konkretisht. U bë gati muaji dytë që protestohet. Ne kemi qenë bashkë edhe në studion panel me të ftuar të tjerë dhe ju keni treguar të dy anët e medaljes. Dhe që keni shkuar në protestë, jeni bashkangjitur pikërisht për këtë transparencën, po dhe pikpyetje që ju keni në raport me atë që ndodh në protestë. Tashmë në muajin e dytë, si shikoni? Mua më vjen keq gjitha energji dhe gjitha ajo vullnet popullor që u shpreh në muajt e parë, më duket sikur po shuhet dhe sikur hienat po tentojnë ta çojnë në drejtimin e tyre. Unë personalisht e gjej gjithmonë më pak veten tashmë sepse shoh që ka një sër kërkeshash dhe idesh që për mua dalin përtej asaj në cilën unë ngrita në protestë. Unë siç e thatë unë ngrita për transparencën, mirë administrimin e pronës publike dhe mirë qeverisjen e vendit në përgjithësi, dhe me këtë besoj bin dakord shumica e qytetarëve këtij vendi. Por kur shoh disa orientime të caktuara që mua më habisin, dhe sidomos që në momentin që u bë tentativa për të bllokuar aeroportin e Rinasit, për mua paktën në aspektin ekonomik ishte një dëm ndaj vendit që do ta vuajmë të gjithë ne. Nuk e vuajnë qeveria dëmin ekonomik, e vuajnë qytetarët. Sepse nëse ti bllokon nyjet logjistike të mobilitetit të mallrave dhe shërbimeve, si gjaku në një ekonomi, po bllokove një vend, të gjithë trupi, të gjithë ekonomia do e ndjej. Liria e lëvizjes së produkteve, shërbimeve, njerëzve dhe kapitalit, 4 liri themelore të Bashkimit Evropian, tregut e përbashkët, janë ato që të bëjnë të mundur që një ekonomi zhvillohet. Dhe duhet të jenë në vazhdimsi në lëvizje. Nëse ato ndalojnë, ose ti i forcon që të ndalojnë, padyshim që do ketë efekte negative për vendet. Por u tërhoqën shumë shpejt në raport me këtë ide dhe pati një ndërgjegjësim të pjesës tjetër protestuesve që tha stop, ne nuk mund të shkojmë te kjo. Por review-t negative ndaj bizneseve. Edhe kjo është pika dytë që mua më duk absolutisht absurde për një arsye shumë thjeshtë. Nëse ti nuk je dakord me qëndrimin e X pronarit të një biznesi, apo se kam dëgjuar lloj justifikimesh për këtë, apo nuk je dakord me atë qëndrimin që përmban një biznes sepse mund të ketë lidhje sipas teje me qeverinë, mund të mos blesh produktet dhe shërbimet e atij biznesi, je plotësisht i lirë. Po që qëllimisht të kesh një tentativë apo një promovim të dëmit ndaj një biznesi, për mua kjo më duk jo vetëm e tepërt, por është një dëm që ia jep gjithë vendit. Shiko, unë shoh dy elemente që më ngrihen një dyshim të arsyeshëm, që nuk ka të bëjë në fakt me protestën, po ka të bëjë me, nuk di të them, grupe, element caktuar që po tentojnë që energjinë dhe shpirtin e protestës ta shfrytëzojnë për qëllimet e tyre të caktuara. Që ndonjëherë të bëjnë ca review negative dhe pastaj vjen po ata që i heqin review negative dhe të përfitojnë. Eksakt, pra, domethënë se ekzistojnë tek këto. Pikërisht domethënë që po tentojnë shfrytëzojnë mirësinë që po kemi ne njerëzit që kanë shesh për të arritur qëllimet e tyre. Po nëse ti, ajo që mua më bën përshtypje ngre dyshim të arsyeshëm është kjo. Nëse ti ke vetëm dëmtim të reviewve dhe të imazhit të brendeve të caktuara në një sektor të caktuar, kryesisht turizëm, atëherë këtu kemi të bëjmë me koordinim. Nuk është thjesht një dëshirë spontane kundrejt X biznesi apo Y biznesi. Dhe të kemi parasysh dhe kohën e shkurtër për cilën është bërë, sepse turizmi në Shqipëri ka vite që ka marrë bum, kishte vite që mund bëheshin këto vrulle reviewsh negative. Po nga ana tjetër duhet pasur parasysh dhe për ato qytetarë, unë, ju, kushdo tjetër, që shkon në një ofrues shërbimesh apo produktesh dhe nuk ngeli kënaq.
sepse nuk merr cilësinë që do, absolutisht ka drejtën legjitime që të ankohet për shërbimin apo produktin që nuk e ka marrë ashtu siç duhet. Pra është një balancë holl, sepse po shikoj që edhe reagimi i institucioneve shtetërore është në thojza në ekstrem. Çdo gjë e quajnë të keqe që është vetëm nga ana e reviews.